Të dy ka pasur, po a mund quhet të shkarkimi i Havollit ndoshta edhe krisja zyrtare mes përparim Ramës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës? Mund të themi që është dalje në publik e krisjes, e cila tashmë pothuajse të gjithë kanë ditë që ka krisjen mes të zotit Rama dhe zotit Abdixhiku, po tash duhet edhe me konkretizu se për çka po ndodh kjo prishja. Po ndodh në një luftë të zotit Rama për ta marrë kreun e LDK-s, për të bërë vetë kryetari i LDK-s, apo është krisje për shkak të interesave komunale. Ne dim që një prej telasheve të fundit mes tyre ka qenë për shkak të aksionerëve në ndërmarrjen Termokos, ndërmarrja që mund të themi se është më profitabilja në komunën e Prishtinës, por që tani ndodhi dhe shkarkimi i zotit Havollit nga Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe u emërua duhet potencuar që një zonjë për të cilën nuk kam njohuri se kush është, por pos fakti që është gruaja e një asamblistit të LDK-s, një ndër asamblistët më të votuar të LDK-s. Pra, gjitha këto në vlerësimin ton kanë të bëjnë me rritjen e fuqisë për brenda asamblesë komunale, e që pastaj mund të rezultojë edhe me shpërndarje të interesave qoftë në ndërmarrje komunale, qoftë në për drejtori, por që në realitet kur gjithë kjo